Nëse dëshiron të kuptosh vendin që zë i madhi Zot në zemrën tënde, atëherë duhet shikosh se ajeti që je përparësi urdhërimit apo urdhëresave të madhit Zot subhanahu wa taala ndaj dëshirave dhe pasioneve të tua, ajeti që i le gjunahet në vetmi, po kështu ajeti që i jep rëndësi dhe e madhëron adhurimin e namazit, po kështu ajeti që kanë prej frikë respektit të Allahu subhanahu wa taala. Profeti dashur sallallahu alaihi wasallam thotë: nëse do e dini se çfarë u ndi, do të jeshit mbak dhe do të qanit shumë. E sa njerëz janë të cilët sot qeshin shumë, por që pas pak kohësh do të mbarten për në varret e tyre. Po kështu sa njerëz ka që i nënshmojnë gjunahet e tyre, ndërkohë që këto gjunahe janë shkaku i dobësimit të tyre, janë shkaku i shkatrimit të tyre. Dhe po kështu mendo se Allahun e lartësuar të cilin sot ti e kundërshton, të cilin sot ti i afrohesh me gjunahe, do të ndalosh, do të vjesh përballë tij në një ditë, do të jesh vetëm ti dhe Allahu subhanahu wa taala. Ndaj mendo se çfarë përgjigjesh ke përgatitur për atë ditë.